Heqja e masave të BE-s karshi Kosovës shënon një kapitull të ri bashkëpunimi me BE-n. Kështu tha të mërkurën në Tryezën për dialogun e parë ekonomik për vitin 2026. Pas një viti sfidues, veçanërisht vitit të kaluar me paqartësi institucionale, jemi të kënaqur që shohim formimin e një qeverie të re. Po ashtu e mirëpresim ngrohtësisht heqjen e masave nga institucionet e Bashkimit Evropian ose më saktë nga shtetet anëtare të BE-s, gjë që hap një kapitull të ri për bashkëpunim të ripërtrirë. Por për zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, formimi i qeverisë së re është hap i rëndësishëm për vijimin e reformave ekonomike. Një numër i konsiderueshëm hapash në kuadër të agjendës së reformave lidhen drejt për drejt me shtyllën e parë të planit të rritjes, integrimin ekonomik me tregun e vetëm të BE-s, si dhe me shtyllën e dytë, që është tregu i përbashkët rajonal. Avancimi në këto reforma do t'i mundsoj Kosovës të përshpejtojë integrimin ekonomik, të rresë përfitimet dhe bashkëpunimin rajonal dhe të afrohet më tej me tregun e vetëm të Bashkimit Evropian. Në këtë Tryezë, Mimoza Kosari Lila përmendi prioritetet si ministre e re e tregtisë, industrisë, ndërmarrësisë dhe inovacionit. Sa i përket reformave për të bërë biznes, aktualisht jemi duke punuar në reforma për Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve, si dhe në regjistrimin e kapaciteteve të saj dhe të sistemit që e mbështet. Qasja ime është që të ndërtojmë sisteme të hapura, transparente dhe komunikuese, që u mundësojnë bizneseve jo vetëm të përfundojnë regjistrimin dhe shërbimet pasuese, por edhe të kenë siguri dhe besueshmëri në sistem. Ndërsa drejtori ekzekutiv i aeroportit të Prishtinës Adem Jashari, Gökhan Asikoz, tha se përmes këtij dialogu synohet thellimi i partneritetit, zërimi i tregtisë dhe inkurajimi i investimeve në Kosovë. Në dialogun ekonomik, të parin për këtë vit kishte pjesëmarrës nga vendet e BE-s me misione diplomatike në vend.